Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Lajmi ëmbël, Ana dhe Kevini prindër për herë të parë. Lajmet e ëmbla vijnë nga dyshja e njohur Ana Jupi dhe Kevin Edmond, të cilët nisën romancën e tyre në shtëpinë më të famshme në Kosovë. Këta po bëhen gati për rolin më të rëndësishëm të jetës së tyre, atë të prindërimit. Lajmi u raportua nga mediat kosovare, por tashmë është konfirmuar edhe nga burime afër çiftit. Sipas këtyre burimeve, çifti është në qellin e 7, ndonse kanë tentuar të mbajnë këtë gëzim larg vëmendjes publike. Është e vërtet, Ana është në fillim të pritjes së ëmbël, ka thënë një burim pranë situatës në kushte anonime. Mësohet se Ana ka preferuar të mbajë këtë zhvillim tetë hermetik në këtë fazë të parë, por nuk ja dal dot që t'i shpëtojë radarit të mediave roz. Ana dhe Kevini mbajnë një rekord të veçantë. Ata janë çifti i vetëm nga sezoni i kaluar i Bigut në Kosovë që vazhdojnë të jenë bashkë. Që nga përfundimi i spektaklit, dyshja ka qenë tetë aktive në rrjetet sociale, veçanërisht në TikTok, duke ndarë momente nga përditshmëria e tyre me ndjekësit. Tani fiks pas një viti kur gjithçka nisi mes tyre, ata i pret epiteti mami dhe babi së shpejti.